Dita e zgjedhjeve duhet jetë ditë feste, edhe besoj që kjo ditë do t'jetë e tillë, pas një fushate të qetë dhe përgjithsisht konstruktive, që realisht u përmbyll në mënyrën më të mirë, më të bukur, me fitoren e jashtëzakonshme të Shqipërisë, mbrëm në futboll. Sot jemi këtu për ta ushtruar të drejtën tonë demokratike, të cilën duhet ta bëjnë të gjithë qytetarët pa dallim deri në fund të ditës kur mbyllen të gjitha vendvotimet, sepse sot ne bashkërisht si qytetarë përcaktojmë 4 vjet që në ardhshëm drejtimin e qytetit dhe të komunës sonë. Uroj që gjithçka të shkojë bare mirë sot dhe që përfundimi të jetë i mirë për të gjithë qytetarët e kryeqytetit. Faleminderit shumë. Unë mendoj që keni patur mjaftueshëm kohë gjatë gjithë fushatës për çështje të tillë. Sot duhet jemi korrekt ndaj njëri tjetrit sepse jemi në ditë të zgjedhjeve. Duhet jemi sa më pozitiv dhe t'i inkurajojmë gjithë qytetarët të vinë në vendvotime, ta ushtrojnë të drejtën e tyre për të zgjedhur dhe ta kemi një përfundim sa më të mirë të procesit zgjedhor. Unë ju falenderoj gjithëve që jeni gjithmonë aty ku duhet të jeni për t'i informuar qytetarët mbi zhvillimet dhe që përcjellni sot procesin zgjedhor, sepse ky është standard demokratik dhe këtë standard e arrim para së gjithash kur kemi mbulesë mediale të gjitha zhvillimeve demokratike. Ju uroj ditë mbar edhe juve dhe faleminderit shumë që jeni këtu.